Gjykata kushtetuese ka shqyrtuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për shfuqizimin e masës së sigurisë Aresme-Burg, e cila është vendosur në 21 tetor 2024. Meta kërkon rrëzimin e vendimeve të gjykatës së shkallës së parë të gjykokos apelit të posaçëm dhe gjykatës së lartë, duke argumentuar se paraburgimi i tij është i padrejtë dhe sa ai mund të mbetet në masë alternative. Sipas aktakuzës, Ilir Meta dhe deputetja Monika Kuremadi dyshohet se duke bashkëpunuar mes tyre dhe me funksionarë të tjerë shtetëror gjatë një periudhe mbi 15 vjeçare, kanë shfrytzuar pozitat politike dhe shtetërore për të favorizuar kompani private. Veprimtaritë e tyre përfshin lobimet në Shtetet e Bashkuara, shitblerjen e pasurive të paluajtshme dhe përfitime financiare të konsiderueshme, të cilat sipas akuzës nuk janë deklaruar më parë. Prokuroria ka theksuar se këto veprime përbëjnë shkelje të ligjeve për parandalimin e konfliktit të interesit dhe korrupsionit në nivele të larta administrative. Nga ana e tij, Meta ka paraqitur argumente se vendimi për arrestimin me burg ishte i papërshtatshëm, duke nënvizuar gatishmërinë për bashkëpunim me drejtsinë dhe angazhimet për të mos penguar hetimet në vazhdim. Gjykata kushtetuese pritet të japë një vendim që mund të ndikojë direkt në vazhdimin e hetimeve dhe statusin ligjor të ish-presidentit, ndërsa opinioni publik dhe komenti politik ndjekin me vëmendje zhvillimet e kësaj çështje që ka krijuar tension dhe debate të gjëra në Shqipëri.